Përshëndetje për gjithë, unë bashkë me familjen e shfrytzuam drejtën tonë për të votuar. Unë i ftoj gjithë qytetarët e Kosovës që të votojnë sipas bindjeve tyre të lira, sipas vullnetit tyre, dhe jam i bindur që kjo do të jetë një ditë e qetë, një ditë e mirë, ku qytetarët e Kosovës do të votojnë në mënyrë demokratike, në mënyrë qetë dhe pres rezultat mirë. Uroj që gjithçka të shkojë mirë dhe pres që gjithçka të shkojë mirë. Që ka shku procesi dhe i sot, që të marrë parasysh që gjethet e kaluar lokale, keni pasur disa pakënaqësi? Deri tash nuk kam ndonjë informacion që ka ndonjë problem dhe uroj që mos të ketë. Ka pas deklarime prej anëtarit të PDK-s KQZ për mungesë të energjisë elektrike në disa vende votime. Sa është shqetësuese për juve kjo dhe a ka qenë e pritshme? Nuk është mirë me ndodh, mund të jetë shqetësuese, por nuk po du me paragjykue, po du me qenë pozitiv, edhe me qenë një ditë e mirë edhe më përmbyll gjithçka mirë. A presni me pas formim të institucioneve me njëherë mas zgjedhjeve të Zoti Hanza se një vetë ka shku veç dëm? Unë do ta bëj maksimumin që Kosova të ketë sa më shpejt institucione, mos ketë vakum institucional dhe vendi të ecë përpara. Përfundimin e procesit zgjedhor do ta presni në Mitrovica apo në Prishtinë? Tash për tash jam Mitrovic, ma vonë varësisht që shka nevojë do të lëvizi. Faleminderit shumë, shumë mirë, shumë falenderues.